si njerëzit më shumë lidhe për të parë si perëndon dielli. Ja dhe mujt e erës. Është interesant. E miqtë e mi, jam në Mykonos, nga Chicago në Mykonos për të ndjekur programin ton me shqiptarët VIP po dhe të thjesht. Të thjesht ashtu si qemi ne të gjithë sot. Sot unë jam me një mikun tim, në fakt është si djali im ai, është Albi Zani nga Gramshi. Albi, përshëndetje. Përshëndetje gjithëve në Chicago, në Amerikë. Faleminderit Albi. Mirë se na erdhët. Yes. Ajo dëshira ime për të intervistuar ty ishte shumë e madhe, jo vetëm thjesht për atë qëllimin ton të programit ton televiziv në Chicago, por dhe vetë për natyrën që ti na paraqitet si një djalë i thjesht, si një djalë i lindur në Greqi, po me ndjenjë shumë shqiptarie. Dhe kjo na pëlqen më shumë sepse të lindësh në Greqi, të lindësh në Chicago, gradualisht i harron ato ndjenjat e atë dashurisë, jo gjuhën e shumë gjëra të tjera. Ti flet shqip më mirë se mua, bile. Kështu që të lutem për dy fjalë për jetën tënde, si ka shkuar në Greqi. Unë jam i lindur afër Atinës, 1997. Në kohën e luftës. Prindrit e mi, babi im ka ardhur 1994 në këtu i parë, bashkë pruri dhe mamin. Linda unë, jemi njerëz të vuajtur. Njerëz të punës, shumë shqiptar. Njerëz të punës, shumë shqiptar, domethënë erdhëm tek një shtet kuaj për neve, edhe u munduam për më të mirë. Më e mira erdhi, viti na vit, me punë, me punë. Siç qartë, ti banon këtu në Mykonos apo banon në Pire? Në Athinë, po. Jam në Mykonos 13 vjet. Jam 28 vjet tani. Vjen gjithmonë këtu? Kam filluar gjithmonë këtu te ky restorant, fillova ki 15 vjet i vogël, kam kaluar në shumë punë. Drejt. Në ndihmës në supermarket kam punuar, kam bërë pjetallarç, kam bërë si gjithë shqiptarë, drejt. Sa arrita domethënë deri në një pozicion që menaxhon lokalin këtu. Tani menaxhoj një lokal me 35 punëtorë në Mykonos. Po. Më pëlqen shumë kjo punë. Është shumë busy si vend në fakt. Është shumë busy, vin vizitor nga gjithë bota. Unë si fillimisht kur fillova këtu erdha me gjys anglishte, mos them fare anglisht. Yes. Tani je i perfeksionuar. Tani mund të flas 7 gjuhë. Qartë, drejt. Do të përgjigjësh biznesit tënd. Po, se duhet e drejt biznesi. Ne na bëj shumë qefi që je në pozicion shumë të mirë këtu, edhe të nderuar fakt sepse kemi 2 ditë që drekojmë dhe rrim tërkohës këtu dhe të gjithë stafit të kanë ty në gojë. E di Klajdi, ai e di këtë punë. Kështu që na erdhi shumë mirë dhe ky është qëllimi që ne të morëm ty, sepse të nderuar shikues, Mykonos është me kamarier, me punëtor shqiptar sa të duash ti. Edhe gjëja më interesante Klajdi që dua të pyes ty. A ka kaluar tashmë koha që njerëzit të thonë, po, ai është shqiptarit, fol me të shqiptarit. Se si përpara nuk ekzistuar, kishin frikë grekët. Përpara nuk guxonin. Nuk guxonin, po ishte e kaluar, domethënë një racizëm që ajo ti e kaluar tashmë. Dhe neve, dhe unë kam kaluar, se sa kalojnë dhe vitet, domethënë dhe ne dhe unë si fëmijë që linda këtu, domethënë kalova shumë mirë, edhe me grek. Sigurisht, është shtet demokratik, s'bëhet fjalë. Është një shtet demokratik, është një shtet domethënë që na ka mbrojtur. Suporton, po. Po për ne ishte një shtet i huaj kur erdhëm këtu për të gjithë. Por tashmë nuk ekziston me kjo racizëm. Bile ne vumbrej tani, shqiptari, fol latin shumë mirë me dëshirë të madhe. Ajo ka ngelur domethënë në vitet e para. Qartë. Është histori e kaluarës. Është një gjë e kaluar. Por tani domethënë foli shqiptarit, hajde me shqiptarin, jemi bërë domethënë një familje të gjithë. Tani edhe një pyetje tjetër më shkas se vetëm sot në Shqipëri 2 kështu nga këto mjetet lëndruese që në Shqipëri përdorin pa kujdes dhe pa licenca, pa lloj-lloj rregullash, u përplasën me njëra tjetrën, janë plagosur 5 turistë huaj.
nuk është ky qëllimi i bisedës, por dua të di me lokalin tuaj këtu. Nuk ka asnjë jet ski, asnjë skaf. Ka ligje këtu që e ndalojnë këtë punë. Tu janë ligjet, po dhe zbatojnë ligjet. Qartë. Ju për shembull jeni gjithë ky restorant i madh. Ju mund të kishit jet ski sa doni këtu. Po ligji s'ja u lejon besoj. Nuk na lejon se ka domethënë çdo place. Do place po. Domethënë ka ligjet e vetë. Këtë saj. Në Platilla Lok këtu në Mikonos nuk lejohet. Ka pasur përpara po janë bërë aksidente. Sikur se bëhet tani në Shqipëri. Aksidente edhe këtu kam parë dhe unë aksidente. Por ato domethënë tani po zbatohet ligji, janë ligjet më të forta, edhe njerëzit kanë dhe kujdes domethënë. Dhe ato që janë domethënë besoj se zbatohet ligji, jo në 100%, po zbatohet. Në lidhje me këta lifeguardët, i shikoj, ky lifeguardi këtu është i Mikonos, është i fshatit apo është i lokalit? Është i shtetit, është i shtetit. Është shtetëror. Ju s'pagoni kjo? Paguhet nga shteti, na taksat dhe na tatimet. Sigurisht. Por paguhet nga shteti. Por është nga shteti. Është i instruktuar nga shteti sepse shikoj atje që është me një skaf me motore, me shumë mjete që rrin dispozicion të ruajtjes jetës së njerëzve. Tedi, në lidhje me komunitetin shqiptar në Greqi, çfarë dini për ata, sepse ti je djalë i ri dhe kur të pyesin komunitetin shqiptar, prapë këta do merremi thua, kemi jetën tonë përpara. Është një komunitet shumë i madh, jemi në gjithë botën, jemi njëri për tjetrin, ndihmojmë njëri tjetrin, kemi dashuri njëri për tjetrin, edhe besoj domethënë që ne do jemi një shtet, do jemi si ta them shqip, do bëhemi një gjë shumë e madhe. Qartë, në sajtë këtyre njerëzve unë dashë dhe dashamirës. E drejtë. Tedi, po për 30 vite që ti ke këtu gjuhë shqipe, shkrim, këndim, ke mësuar këtu në Greqi, jo? Kam mësuar na babi dhe na mami. Po këtu në shkolla s'ka pasur asgjë? Se kam qenë në shkollë greke. Po? Jam munduar vetëm. Nuk bëni në shkolla greke gjuhën shqipe këto no? Jo, nuk është në shkollën greke, është franceze, është anglishtja, po gjuha shqipe nuk është. Qartë. Megjithatë ti e di shumë mirë gjuhën shqipe dhe kjo ishte një ndër arsyet që ne të intervistuam sot sepse do na sillesh atë të riun grek apo të riun amerikan apo gjerman apo italian që ka lindur në një tokë të huaj, por që gjuhën shqipe e ka mësuar nga prindërit dhe flet në mënyrë të përsosur. Duhet gjuhën shqipe ta. Unë të falenderoj Tedi dhe të uroj të jesh shumë mirë dhe shpresojmë pse jo të vinë edhe herë tjetër në Mikonos dhe të takojmë edhe shqiptarë të nderuar mund të vini në Mikonos në si quhet kjo? Jallo restorant, është Klajdi menaxheri kryesor i këtij restoranti shumë të madh me një beach të shkëlqyer me një det të përsosur. Ja të kem pamjet që unë do ja u tregoj në këtë film të shkurtër. Për të thënë Klajdi të mirupafshim dhe faleminderit urime në jetën tuaj të bukur. Faleminderit juve. Respekte.